dallimi është shumë i madh, janë botë të ndryshme. Unë nuk e kam pas shumë problem adaptimin kur shkoja për shembull në Gjermani edhe qëndroja atje për një kohë, ose në Austri me publikun atje, me njerëzit, me jetën. Mirë po, me Amerikën më duhet ta pranoj faktin që është definitivisht një botë komplet ndryshe, është një dimension tjetër. Edhe mënyra se si organizohet këtu jeta dallon tejet nga Kosova, mirë po në përgjithësi edhe nga Evropa. Është shumë dinamike, është jashtëzakonisht dinamike, po fakti që mua më pëlqen edhe kam gjetë veten në Amerikë si serviste edhe tani bazën e kam këtu, është momentin që sjell vlerë në këtë vend, atëherë gjitha mundësit i ke të hapuna, edhe ke jashtëzakonisht shumë përkraje, shumë dashuri